Falëndrimi dhe lavdrimi takon Allahut. Atë falënderojmë dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salata dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, që Allahu e dërgoi mëshirë dhe udhërrëfyes për njerëzimin. E lut Zotin e Madh në këtë ditë të veçantë, që Allahu të na ruaj nga zjarmi i xhehenemit dhe të na bën nasib Jannatul Firdausin. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë të veçantë që Allahu të na mëshiron me rahmetin e tij. E lut Zotin e Madh që xhumaja deri në xhuma është falje gjunaheve, Allahu të na fal gjunahet. Në veçanti në këtë moment ku pranohen lutjet, e lutim Allahun e Madh të na ruaj nga nxehti i madh, të na ruaj nga zjarret që po shkaktojnë dëme të mëdha, e sidomos te vëllezërit tanë në Turqi. E lutim Zotin e Madh që Allahu t'ja ulëtson edhe t'i mbron nga çdo e keqe. Të nderuar vëllezër, është koha shumë e nxehtë. Do të mundohem në këtë moment të shtrenjtë vetëm një porosi të shkurt të një dietari të madh, në të cilën mbas sabah namazit shkoi dhe e pyeti Sheikh Albanin rahmetullah alej, i tha: "O hoxh, këshillom një këshill e cila do të mban dobi, po këshill e cila është shumë e veçantë." Hoxha i nderuar që Allahu e ka ngritur me shkencën e hadithit, zakonisht njerëzit këshilla marrin nga burrat e mëdhaj. Ai çka ka të lashe me shnetin nuk shkon te doktori i përgjithshëm, shkon te një ekspert prej ekspertëve të mjekësisë. Ai çka ka të lashe ekonomike shkon te eksperti i ekonomisë. Dhe ky ka shku te një prej dietarëve më të mëdhaj të këtij shekullit, Allah e pat mëshiru ja Rabbel Alamin. I tha: "Po të këshilloj ty atë çka e kam këshilluar vetveten, thot ban punë me atë sa ki dije. Nëse njerëzit veprojnë me atë sa ka dije dhe atë sa ka mundësi, gjendja ummetit ndryshon. Prandaj vëllezër të nderuar, ne këtë dim që vjedhja është haram, zullumi është haram, mos më fal nuk ban, mos më respektu prindin nuk ban. E krejt këto gjana i dim, prandaj të veprojmë me atë sa kemi dije që të shpëtojmë nga zjarmi i xhehenemit. E dyta, e para me punu me atë çka ki dije dhe ki mundësi me vepru. Porosinë e dytë i tha: "Po të këshilloj mos me shiqu çka kanë në dorë njerëzit në duart e të tjerëve, po shiqo ti çka ki në durët e tua." Kjo do të thotë kënaqu me kaderin e Zotit dhe je falëndërues, mos u ban lakmus në të mirat e të tjerëve, po kënaqu me kaderin dhe mirësinë që Allahu ta ka caktuar. Disa djemë të ri, një natë prej netave po më pyesin: "Hoxha, është e mundshme filan sendviçara i shet që ka që sendviça edhe a kishin nis matematikat mi bo nis sahat debat. Edhe mi a kalkulu matematikat se sa sendviça edhe sa fitojnë dhe qysh fiton." E i thash: "Ju çfarë punë e bani?" Tha: "Çajin aty ja bëhe sapët tjerëve." Prandaj muslimani nuk guxon me shiqu çka kanë në dorë të tjerët. Shiqo ti çka ki në dorën tonë dhe ti, dora jote apunon, mendja jote apunon, truni jote apunon, trupi jote apunon, bano çelsi i hajrit dhe mshelsi i sherrit. Prandaj muslimani i mirë është ai i cili mirret me vetvete dhe çka do të nuk shiqon, nuk është lakmus në pasurinë e tjetrit, po është i kënaq në kaderin e Allahut. Edhe treta, e këshillon thot të mos folsh fjalë që nesër do të pendohesh. E hidhron Zotin, e hidhron melaçat, e hidhron vëllaun tan, prandaj fole fjalën e mirë, wa qulu lin-nasi husna. Besimtar të nderuar, pe përfundojmë. Përgatituni për takimin me Allahun, se vjen shumë shpejt. Mos u mundo të ngritesh lart duke e shkel të tjetrin, duke i bërë zullum të tjerëve. Mos u mundo me injoru të tjerët, edhe me ngrit veten. Disa njerëz mundohen me injoru edhe fejen, e mu bë të famshëm nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave, se filani shumë intelektual i madh, shumë filozof i madh. Ama pse e shkel fjalën e Zotit dhe hadithin e pejgamberit, vetëm se me dal emri i tij në pa, ai nuk e çon mendën që tërkon te Zoti se një ditë ka më kthy te Allahu. Prandaj, të jemi të kujdesshëm, të veprojmë sipas Kur'anit dhe Sunetit, të jemi mirënjohës, të veprojmë sipas fjalëve të Zotit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam, mos të jemi lakmues të tjerët dhe të flasim vetëm atë që e kënaq Allahun, pejgamberin, melaçet
e kënaqemi vetvetin dhe e kënaqim të tjerët. E lutim Zotin e Madh që Allahu gjinohet tona afë dhe magfiret t'i ban. Allahu t'na pasëron me dituri të dobishme. Allahu t'na pasëron me sinqeritet. Allahu ne lutim t'na ruaj nga çdo kurth e shejtanit dhe bashkëpunëtorëve të tjerë. E lutim Allahun që lutjet tona, duat tona, namazin ton dhe gjitha adhurimet që i bëjmë, Allahu t'i pranon. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.